Teksa këtë të hënë u zhvillua seanca e radhës gjyqësore ndaj portugezit Ruben Saraiva, i akuzuar për vrasjen e biznesmenit Ardian Nikulaj, ngjarje ndodhur në prill të vitit 2023 në Shëngjin. Eskorta që e shoqëronte portugezin u përball me vështirësi në qytetin e Lezhës. Mjetet e policisë së burgjeve dhe ato të policisë së shtetit mbetën të bllokuar për disa minuta për shkak të punimeve infrastrukturore që po realizohen prej muajsh në kuadër të sistemimit të kanalizimeve të ujëra të bardha dhe të zeza. Si pasojë e situatës së krijuar, efektivët armatosur zbritën nga automjetet për të garantuar sigurinë të pandehurit, i cili transportohej në masa të rrepta sigurie drejt ambienteve të gjykatës. Për Ruben Saraivën, prokuroria e Lezhës ka ngritur akuzat: vrasje për gjakmarrje e kryer në bashkëpunim dhe armbajtje pa leje, çështje e cila ka kaluar në gjykim themeli në gjykatën e Lezhës. Portugezi Ruben Saraiva u ekstradua në Shqipëri më 31 dhjetor të vitit 2023. Pas vendimit të gjykatës së Marokut, e cila pranoi kërkesën e autoriteteve shqiptare. Për krimin të akuzuar janë edhe 4 shtetas britanik që e ndihmuan, si dhe i dyshuari Edmond Haxhia si organizator dhe porositos i vrasjes me motiv gjakmarrje, të cilët ende nuk janë ekstraduar nga Britania e Madhe.